Përkundër aksionit politik të së majtës, e djatha duket krejtësisht organizuar vetëm pak muaj para zgjedhjeve të përgjithshme. Eksponent të këtij koalicioni e quajnë pothuajse inekzistent grupimin e djathtë, duke treguar me gishtë nga Partia Demokratike dhe lidershipi i saj. Sipas kreut të Partisë Demokristane, Nart Ndoka, në këtë mënyrë kjo forcë politike do të mbajë dhe faturën e humbjes së zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Djatha ndërsinë vet është totalisht e organizuar, mund të them, edhe për faktin që u bën disa kohë që tëreza e kryetarëve të partive parlamentare nuk funksionon, tëreza e kryetarëve të grupeve parlamentare nuk funksionon, dhe si e tillë metet një e djathtë problematike në përballjen e ardhshme elektorale. Nësa në tërsinë e vet ka qenë një mazhorancë shumë konfuze, djatha është më shpërndar se asnjëherë tjetër, konfuze në organizimin e saj, pa ide të qarta. Në këtë aspekt unë do të dëshiroja që Partia Demokratike të shprehej përpara se sa do të ishte vonë për ta, mos bëhet shkaktarja e humbjes së të djathtas në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Tashmë e rikthyer në qeveri, Partia Republikane tregohet më e kujdesshme për akuzat të tilla, por që gjithsesi e paraqesin me probleme koalicioni i qeverisës, tek i cili sipas Arjan Mallit mungon prej kohësh një dialog. Kemi thënë është e nevojshme dhe hera herës e domosdoshme funksionimi i tryezave politike. A ka çështje për cilat ka qenë e nevojshme dialogu? Sigurisht unë jam konfirmoj që po. A është neglizhuar dialogu? Është neglizhuar. Por nuk mund të them kategorikisht që në çdo rast është neglizhuar dialogu. Do të ishte absolutisht e nevojshme dhe domosdoshme tryeza e partive politike të djatha të funksiononte si një tryezë e cila do të jepte zgjidhje dhe do të rakordonte qëndrimet për kodin zgjedhor. Eventualisht mund të them që në nivel politik kjo nuk po funksionon. Në fakt, në kohë të ndryshme, krerët të partive të djathta i kanë kërkuar shpeshherë lidershipit demokrat të mbledhë tryezën e partive për të diskutuar për çështjet kryesore që e shqetësojnë këtë koalicion. Tryeza e partive të djathta ka më shumë se një vit që nuk është mbledhur, pasi lidershipi i saj Berisha ka preferuar t'i thrasë partitë aleate në momente kyçe dhe në takime të ndara.